në Shkodër, por festat e fundvitit është rritur tej mase, gjë që duket edhe nga fluksi i madh i vizitorëve që vinë në Shkodër. Dhe ne do të improvizojmë një moment ku nëse je vizitor në Shkodër, dëshiron të kesh një natë të magjishme, ku në këtë magji futet dhe akomodimi se ku do të kaloni natën, pasi i keni festuar në darka të ndryshme, në shoqëri me njerëz, por mund të jeni edhe tek po vetëm, dëshironi të akomodoni në një hotel për t'i dhuruar vetes kënaqësi pafundme. Dhe ne do t'ju sugjeronim Grand Hotel Europa. Si veprohet nëse je vizitor, nuk e bë rezervim përpara dhe krejt papritur dëshiron të shkosh pranë këtij hoteli dhe të kalosh një natë magjishme. Më ndiqni në këtë rubrikë të këndshme. Kemi zgjedhur një valizhe shumë të madhe, sepse ju e dini, ne gratë gjithmonë kemi nevojë për bagazhe dhe rroba dimërore zëm pak volum. Pastaj janë shumë elemente të tjera që merrem me vete. Një valizhe e madhe është më se e mjaftueshme për të kënaqur të gjitha detajet që i duhen një femër me vete. Shkojmë te recepcioni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kam zgjidhur që këtë natë ta kaloj te Grand Hotel Europa, por nuk kam bërë rezervim më përpara dhe mendova ndoshta ka vend. Po sa personel lutem? Vetëm, udhtoj vetëm dhe dëshiroj të qëndroj vetëm. Ja, një minutë lutem se të kontrolloj. Ne ju sugjerojmë që na 3 dhoma të cilat janë lirshëm, mundena me ju tregu dhe ju e shikoni vetëm apo dhe mundeni me ju japim opsionin për me zgjallë vetë dhomën. Okej. Do të dëshiroja shumë të shikoja. Patjetër. Jam shumë kurioztare, nëse unë qëndroj vetëm një natë në Grand Hotel Europa, marr shërbimet e tjera që mund t'i shfrytëzoj gjatë qëndrimit këtu? Po, patjetër. Tek dhoma përfshihet me xhesi, e cila shërbehet nga ora 7 deri në 10 në katin e 2. Përfshihet pjesa parkingut jashtë, pjesa e Wi-Fi, kemi edhe spa, sauna, jacuzzi. Mund t'i përdor edhe kur qëndroj një natë, pra fantastike. Patjetër. Dhe palesën normalisht. Edhe palesër? Do bëj palesër sot? Patjetër. Okej. Nëse ka diçka procedurë para se të vijoj? Do na nevojitet vetëm një mjet identifikimi. Okej, një kartë identiteti? Po, krejt në rregull. Tani ju zgjidhni dhomën, vini këtu më pas dhe plotësoni një formular. Formulari me dhënat e juaja generale dhe bëheni klient i Melias. Okej. Bravo. Gati jam. Faleminderit. Wow, Kjo është një nga opsionet fantastike. që kemi për ju. Po më pëlqen shumë hapësira, Kjo është edhe arredimi, ngjyrat që janë përdorur, mrekulli. Kjo quhet suite, ë? Po, kjo është suita presidenciale, domethënë që ne kemi. Fantastike. Mund t'i tregoj një opsion tjetër. Okej, thjesht për kurështje se edhe me këtë jam shumë e kënaqur. Fantastike. Mua më pëlqen dhe arredimi. Ka thjeshtësi, po ka dhe luksin brenda një herësh. E ku ka më bukur se sa foto të bardhë të marrubit të vendosen në dekorin e korridorit këtu. Shumë e këndshme. I pangarkuar ngjyra, ndriçimi fantastik. Po, do shohim të dhomën tjetër? Kemi edhe këtë opsionin tjetër. Edhe kjo që ka një mrekulli. Sa bukur ideja e Shkodrës kafes madhe, është vendosur si dekor aty. Shumë e bukur dhe kjo, hapësira aty ishte pak më e madhe. Po më bën përshtypje që pas ka dhe një derë. Ka ambient tjetër? Kjo është një connected suite, domethënë kjo është një rëjsi e re. Nuk e tregova pak më parë, por që ne gjitha dhomat janë të reja. Dhe hoteli është i ri, domethënë me datën 30 korrekt, gjitha dhomat janë restauruar. Dhe kjo është një nga rëjsitë tona që është bërë domethënë tek pjesa e hotelit tonë. Dhe mund ta shohim pak bashkë dhe pastaj mundesh me zgjedh. Okej, vetëm thjesht sa për kurështje pa parende atë, pse ka 2 dhoma? Qëllimi i 2 dhomave cili Kjo është? është një connected suite, domethënë nëse vjen me familjen, nëse të shtot një person i afërt, pastaj me vonë nëse vendos për më ardh. Mund të jetë edhe dhoma tjetër. Po, më pëlqen. Po e kemi gjithmonë një fëmijë të vogël që e marrim me vete. Jam shumë kurioztar për të parandej. E bukur. Shumë e bukur.
Pra të dyja dhomat merren një herësh dhe janë tek i njëjti çmim. Tek i njëjti çmim. Dhe siç thash pak më parë, kjo është një risi e jona domethënë, dhe nëse një person i afërt të juaj vendos për të ardhur për t'ju shtuar më vonë, ju le privatësinë tuaj. Kjo dhe po ti jesh çift, ndodh që gjatë natës sikur zemrohen pak me njëri tjetrin. Njëri del këtej, tjetri ande. Kuptohet në mëngjes pajtohen se s'ka kuptim të vihet në këtë hotel dhe pastaj të ikim me turin të varur. Jo, nuk ndodh kjo gjë. Por arredimi që ka fantastik. Edhe pjesa e tavanit, ndriçimi, ngjyrat, një mrekulli më vete, Të gjitha të vendosura jashtëzakonisht bukur. Shoh që ka perde, do kemi mundësi edhe për panoram? Po, patjetër kemi edhe balkonin. A ka dhe balkon, ë? O sa bukur. Dhe këtu je në katin e 8 të Grand Hotel Europës. Imagjino e shikon gjithë Shkodrën në pëllëm të dorës. Wow! Ua, qa mrekullie prej këtu. E jashtëzakonshme. Prandaj duhet marrë kjo suite vetëm për panoramën, pa llogaritur dhe akomodimin që është brenda. Je mu në qendër të Shkodrës dhe ke këtë fushpamje që nga Taraboshi, liçeni i Shkodrës, gjithë qyteti në këtë pjesë, bashkia që duket e mrekullueshme tani me ngjyrat. Dhe sa qetësi brenda, pra ti je mu në zemrën e qytetit, por ke kaq shumë qetësi brenda. Pra një akomodim perfekt për atë që dëshiron edhe të pushojë, edhe të relaksohet, por një herësh edhe të jetë pjesë aktive e qytetit në këto ditë festive. Lum ai që vjen në këto 2 suita, por edhe në dhomat e tjera, besoj dhe dhomat e tjera janë të mrekullueshme. Mes 2 opsioneve, 806, 804 dhe 805, që ju tha që janë së bashku, në preferencën time do zgjidhja pikërisht 804 dhe 805 që lidhen bashkë. Jo për shumë për dhomën e dytë, por për panoramën jashtëzakonshme që ka balkoni. Edhe këtej ishte panorama shumë e bukur, po këtej në atmosferën festive të Shkodrës më pëlqen më shumë të asodis nga kjo anë, por të dy është shumë të mrekullueshme. Lum ai që vjen dhe e shijon nga afër dhe akomodohet pikërisht në këtë hotel, do I gjej të gjitha standardet europiane. Nuk do t'ja ketë zili as I shtetit e Europës për akomodimin që sigurohet në Grand Hotel Europa. Tamam hotel me 5 yje. Pra shoh që janë të dhëna generale që nuk përbëjnë ndonjë problem lidhur me privatësinë apo diçka e tjetër. Okej, po I plotësoj. Okej, besoj janë në rregull, edhe karta. Akomodim bekaqe. Faleminderit shumë. Kaloj shumë mirë. Shumë këndshëm dhe këtu. Mrekulli. A, jacuzzi, po. Që shfrytëzo. Aha. Shohu një qarkullim sa bukur. Pasërtia është zakonshme, po vika ujë deri këtu. Çfarë mrekullie. Shumë këndshëm. Pra këtu jemi në katë nëntdheshëm, ë? Domethënë te Grand Hotel Europa, sa fantastike. Kjo është pika saunës. E saunës. Shumë bukur. Shumë këndshëm. Ah, dhe banjo me hapot. Mrekulli. Shumë bukur. Po, dhe palesrës. Po, patjetër që po. E kam darë mendjen të heq 2 kile sot. Është një mrekulli. Kryesisht edhe për ata që janë mësuar me regjimin, që ta bëjnë gjimnastikën dhe palestrën çdo ditë, edhe pavarësisht nga vendi se ku ndodhen, ata nuk mund të shkëputen nga servitja e tyre e përditshme. Kështu që edhe shfrytëzojnë qoftë 1 orë apo 2 orë gjatë qëndrimit tu. Por edhe për persona jo vetëm një natë, se brenda një nate ndoshta nuk mund të bëhen të gjitha, sidomos kur vinë pas një feste, por nëse qëndrojnë më shumë se sa një ditë këtu në Grand Hotel Europa. Shërbimi perfekt. Ne sotëm vetëm disa aspekte, por në çdo transmetim të emisionit Talkim do të sillim nga një rubrikë të posaçme ku zbulohen përpara gjithë teleshikuesve veçantitë që ka Grand Hotel Europa. Është një hotel që është me 5 yje I certifikuar dhe me një autoritet të padiskutueshëm, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë kufive shqiptar. Ja, vizitorë zgjedhin Grand Hotel Europën për shërbimet, për cilësinë
dhe për më tepër ndodhet në mes të qytetit të Shkodrës, pra të krijon lehtësira për lëvizje të vazhdueshme dhe për të ndjekur të gjitha pikat turistike që janë brenda qytetit, por më pas çdo kush pastaj bën planifikime për të njohur në vende të tjera turistike të Shkodrës. Mjafton kjo rubrikë për sonte në emisionin Tatoken, por ne do të vijojmë sërish për të zbuluar të tjera gjëra interesante që lidhen me Grand Hotel Europa.